Bashkia fetare islame dhe në përgjithësi teologët, imamët, predikuesit e fesë duhet ta shpjegojnë më qartë dhe më shkoqitur që kjo është shumë e cila duhet të vlej vetëm për ata që janë shumë të pasur ose që kanë mundësi materiale shumë të mëdha. Nuk po them biznesmen sepse nuk dua vetëm ata ti kategorizoj si të tillë, por njerëz të cilët kanë pasuri të madhe. Dhe kjo shumë nuk duhet të jetë detyrim për njerëz të cilët mund t'i mbledhin këto para, mund të shkojnë në haç, por pastaj jetën e tyre mund ta kenë të vështirë në periudha të caktuara të ardhme pas përfundimit të pelegrinazhit apo haxhit. Shive, për çmimin që është i atill, sigurisht që ka arsyet e veta institucioni dhe ne këto çështje i kemi diskutuar brenda nesh dhe janë shumë të arsyeshme sepse për shembull nga Amerika i ka $20,000 është afërsisht. Nga vendet evropiane është po ashtu shumë shtrenjtë, nuk e di saktë prej kusa, po fokusi pyetja ju sa e pashun ishte diku tjetër, do të thonë që mos jenë paratë e fundit ato që ti të harxojsh dhe dhe unë mendoj, kërkoj ndjes që ndërpres. Unë mendoj që tek një pjesë e madhe e popullatës, natyrisht që ky është detyrim i cili është i parashikuar me dispozitat fetare. Por mendoj që njerëzit e kanë kuptuar në mënyrë, po them, tekstuale atë që është detyrim fetar. Pra si detyrim i pa tjetërsueshëm, po shprehem në mënyrë të thjeshtësuar. Nëse i kanë ato 10.000 euro të fundit, edhe i shpenzojnë. Jo, nuk absolutisht që jo vetëm ajo, po ka edhe shumë veprime tjera nëse ke disa ngarkesa familjare, për shembull, ti nuk mund të shkojsh në xhillok edhe nesër ta lash djalin nuk ke t'i japish para për të studiu, ose i ke paratë e fundit edhe e ke një hall tjetër familjar dhe ti më gara mendja shkoj në xhillok, ajo ka kushtet e veta, nuk është vetëm ti kesh ato të holla. Familjen si e len, çka e len, ka shumë çështje që duhet shifen. Nuk është aq bardhëzi kjo obligimi i xhillokut. Po me marr ashtu atëherë shumë pak njerëz e kanë obligim, po e kanë pak. Unë se kam obligim për shembull. Edhe unë kam qejf shkoj, po s'kam mundsi. Keni qenë? Kam qenë 2008-ën. Kam qenë edhe në haç. I ftuar me mysafirët e mbretit kam qenë, jo me muzikë e mia. Po kam qenë po ashtu Basia Islame më ka thënë në Umre kam qenë me një organizim të Basisë Islame. Me mundësitë e mia ndaj nuk kam pas mundësi të shkoj. Edhe me nuk pas mundësi të shkoj, tash nuk është diçka se ke mundësi, nuk shkon. Aq. Në këtë rast po ju pyes si teolog, kush i merr, po themi, shpërblimet nga Zoti, merr mbreti apo i merrni edhe ju për shkak se ju jeni munduar, keni shkuar atje, keni bërë rritet e kështu me radhë. Në Islam veç një çështje duhet ta dim, nuk ka monopol sevapesh. Në Islam sevap marrin të gjithë ata që janë të inkuadruar në një punë caktuar. I bie që mbreti merr ka shumë sevap. Nuk e di unë merr, po sigurisht që të gjithë ato që janë do të marrin. Të gjithë ato që bëhen shkaktar për një punë të caktuar, të gjithë janë pjesëmarrës, pa ju paksu asnjënit, se ne e dim që Zoti është bujar. Edhe secilit i ndan aq sa i takon, nuk e ka, Zoti nuk është dorështërngum që dikujt t'i jep e dikujt mos e jep. Në leximin e Kuranit, nëse unë lexoj Kur'an, unë po çdo shkruaj marrëdhjet sevape. Po edhe ti që dëgjon këtu, edhe ti do t'i marrësh njëjtat. Ja, sot unë pa sevape nuk jam. Po absolutisht jo. Prandaj që të gjithë marrin sevape në ndoshta mund të bëj ndonjë gjuna kur sjell politikan që gënjejnë këtu, sepse as ajo nuk mund të ndalohet, sepse nuk ka mekanizëm të tillë, por ja, po mundojmë që të balansoj. Ne që kemi pozicione pak, për shembull ju në pozicionin e gazetarit dhe unë në pozicionin e profesorit, e teologut, hoxhës,
Ne edhe se vapet na të mëdha, ama edhe gjinafet na edhe ngarkohemi pak ma shumë.